gjatë këtyre javëve të fundit është bashkëpunimi i komunës Podujevës në nivel ndërkombëtar. E kemi gjetë komunën e Podujevës të binjakzuar me Velbertin e Gjermanisë, një qytet. Dhe gjatë mandatit tonë 5 vjeçar, kemi kryu binakzim me Lincin e Austrisë. Linci e Austrisë është qyteti numër 2 në Austri. Dhe sot kemi marrëdhënie dhe raporte shumë të mira me Lincin e Austrisë, me Kestelin e Turqisë, një qytet tjetër. Pastaj kemi binjakzim me grupi Shnopolen e Kroacisë dhe binjakzimi i fundit që ndodhi me 19 qershor me shtetin Iowa, qytetin e Imsit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe falni kembimit mirë. Binjakzimet, çfarë konkretisht i sjell? A është vetëm simbolik apo mund të ketë ndihmës konkrete direkte shkëmbim? Po, ka ndihmës konkrete sepse ne tash fëmijët tanë, nxënësit tanë, studentë tanë nga Podujeva mundim në çdo kësi qyteti binjakzues, domethënë t'i dërgojmë, qoftë për t'i shkolluar, qoftë për t'i avancuar, qoftë për t'i trajnuar, po njëkohësisht kemi edhe benefite tjera sepse çdo njëri qytet me të cilin jemi të binjakzuar na, në rast nevoje, domethënë këto llogariten qytete vllazërore. Dhe vllau për vllau, domethënë kur do që paraqitet nevoja dhe kërkesa, domethënë ndihmohet nga njëri tjetri. Dhe këto janë disa punë të jashtëzakonshme të cilat i kemi kry, përveç punës, po them, në angazhimin, në realizimin e shumë punë dhe projekte tjera cilat i kemi bërë gjatë kësaj periudhe kohore. Duhet ndalem pak edhe tek kandidatura dhe gjuha e përdorur. Ka patur një gjuhë të ashpër, sidomos në drejtimin tuaj nga pjesa e oponencës, kryesisht nga kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Doktor Ekrem Hyseni. Nuk ka qenë më i butë edhe kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, por sikur kjo ka qenë një lloj betejë kështu e ashpër, që është ashpërsuar edhe më shumë në vazhdimsi. Si e keni parë këto momente dhe si i përgjigjeni akuzave nga kampi tjetër politik? Shqo kushtrim, une vullnetin e madhe dhe dëshirën e madhe e kam pas që me kundër kandidatet e mi të bëjmë debat për punët dhe projektet që në bë. Ato që ka planifikojmë u bo. Por ju e keni pa që ka qenë shumë e vështirë të debatohet, sepse me vetë faktin që një kundër kandidat nuk sheh asgjë bardhë për 5 vitet punës tonë, ose projektet konkrete cilat sot i shijojnë fëmijët tonë, 80 fëmijë, një qerë publike, dhe thot është Photoshop, nuk di çfarë justifikimi tjetër me dhonë ose çfarë përgjigje me marë prej tij. Për këtë aspekt nuk e kam shumë të lashe. Mu me ka brengos shumë fakti, kushtrim, ullja e nivelit